Dhe ja ku jemi prap bashkë të dashur miq, i paralajmërova të gjitha materialet, të gjithë të ftuarit, temat të cilat do t'i trajtojmë gjatë 2 orëve sa do jemi bashkë. Si gjithmonë një 2 orësh i begatshëm me materiale të shumta, me përgjigje të shumta në pyetjet tuaja, të cilat janë aq sinqerta dhe aq shpeshta, dhe aq pafundme që mundohemi me i pas në konsiderat të gjitha prej shqetësimeve. Kohëve të fundit ka marrë shumë kërkesa dhe unë do t'ja u dërgoj edhe direkt emisionin gjitha atyre që na kanë kërkuar që ta trajtojmë një temë që është shumë e ndihshme, fatkeqësisht edhe shumë e shpeshtë, po prek shumë persona, sidomos viteve të fundit. Është fjala për demencën. Do të mësojmë detaje shumë të rëndësishme, prej që shkaktohet, cilat janë simptomat e shumë detaje tjera, por jo vetëm kaq. Do ta shfrytëzojmë rastin që kemi një profesor doktor neurolog kaq të mirë në studio dhe ta flasim edhe për Parkinsonin, një tjetër problematike shpesh dhe shumë shqetësuese, në mënyrë që të kemi sa më shumë informacione për gjitha ato kërkesat tuaja. Doktor, profesor Nazim Daka, i cili njëkohësisht përveç neurolog është edhe drejtori i Spitalit të Përgjithshëm Rezonanca 2, sot është me mua në studio. Dhe patjetër që do të kemi mundësi ta shfrytëzojmë që për dy tema kaq të ndihshme të flasim në mënyrë që të jemi sa më afër juve. Mirë se erdhët, doktor Nazim. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Unë publikisht e thash që do ta shfrytëzojmë praninë tuaj, sepse nuk e kemi shumë mundësinë shpesh me ju pas, keni ngarkesë të madhe, keni shumë pacienta. Kështu që 2 tema do t'i ngarkojmë sot, po të cilat do lidhen shumë me njëra tjetrën. Do të jetë kënaqësi nëse mundem me ofru sado kudo një ndihmës për dëgjuesit e ju që të orientohen kur ballafaqohen me këto probleme. Po, kënaqësia është e jona, sidomos kur e dim që kryjm punë për gjithë ata, po e themi hallegji, që kanë kaq shumë dilema rreth këtyre 2 problematikave apo smundjeve shumë të rënda. Do ndalemi bashkë fillimisht doktor Nazim tek demenca. Unë thash që fatkeqësisht, sidomos viteve të fundit, është shtu numri i personave të prekur nga demenca. Dhe kur tham demenca, janë disa lloje të demencës, të cilat do t'i flasim bashkë, por patjetër që njëherë do ta tregojmë se çka është demenca si smundje. Demenca, ose ndryshën në popull njihet si smundje e harresës. Është vërtet që ekzistojnë disa lloje demencave. Ekzistojnë demenca më e shpesh që është në botë është demenca smundja e Alzheimerit. Besoj që i kanë dëgjuar të gjithë. Smundja e Alzheimerit edhe llojet e tjera të demencave të cilat i flasim ndërkohë. Po do të ndal aty të shpeshtësia që thotë edhe ju që kohëve të fundit është më e shprehur, thjesht më e shpesh demenca. Janë shumë faktorë që kanë ndikuar, po mbi të gjitha është në Kosovë, çka ka ndikuar këto në bazë asaj që kemi mujt me vret, është rritja e jetëgjatësisë. Rritja e jetëgjatësisë. Na e dim, ne jemi dëshmitarë që njerëzit në Kosovë kanë jetuar shumë më shkurt. Edhe një prej faktorëve të rrezikut të shfaqjes së demencës është mosha. Mosha, deri para pak vitesh, mund të them para pak vitesh, para pak dekadash, kemi konsideruar një 70 vjeçar që është plak. Mirë, po tani vesh mbi 80 vjet mund t'i themi plak, nuk është më plak. Unë has në praktikën e përditshme për çdo ditë njerëz që kanë rreth 90 vjeçar. Gati për çdo ditë. Më herët ka qenë shumë e rrallë kjo me has 90 vjeçar. I fakt shumë interesant. Domethënë jetëgjatësia dhe numri i personave që jetojnë më gjatë kanë tendencë edhe më shumë me rrit numrin e demencës. Po e tham se mbi moshën 65 vjeçare diku rreth 15% sipas studimeve rritet rrezikshmëria. Domethënë mirë, po sa më shumë që kalon mosha, mbi moshën 80 vjeçare rrin në 25% rrezikshmëria e shfaqjes së smundjes Alzheimerit dhe demencave të tjera. A është trashëguese? Jo, demenca nuk është trashëguese, mirë po është nëse me një familje ka pas disa njerëz të cilët kanë vujt prej demencës, prej smundjes Alzheimerit ose prej demencave tjera, predispozitat që në atë familje me pas, ose një trashëgimtar ose familjes me pas një smundje të demencës, është më e madhe se te ata njerëz që nuk kanë pas familje, por nuk ka trashëgimi direkte. Po jo domosdoshmërisht, po predispozita ka më shumë. Se varet nga shumë nga stili i jetës, varet nga shumë faktorë tjerë. Normal që edhe faktori gjenetik e luan një rol të vetin, po nuk është smundje trashëguese. E çka e shkakton? Nëse jo gjenetika. Janë faktorë të rrezikut që shkaktojnë, e thash, përveç jetëgjatësisë që e përmendë. Mbi 65 vjeç veç fillon rreziku. Jo, janë edhe faktorë tjerë. Është hipertensioni arterial. Studimet kanë treguar që njerëz që kanë tensionin e nalt gjakut kanë predispozita më të mëdha që të preken nga demencat, diabeti, smundja e sheqerit, obeziteti, depresioni, mos aktiviteti fizik, përdorimi i alkoolit,
përdorimi i duhanit, këto janë faktor të rrezikut. Mbi të gjitha njerëzit e cilët janë të izoluar dhe njerëz që në aspektin intelektual nuk janë shumë të angazhuar. Do të thonë se janë depresiv, mbyllen vetvete, nuk komunikojnë shumë me rrethin, nuk e angazhojnë mendjen e vet në të lexuar ose gjëra tjera ku mund të angazhohet intelekti, ata njerëz kanë predispozita shumë të mëdha që të smundën nga smundja e demencës. A mund të shfaqet tek moshat më të reja? Po, nuk përjashtohet demenca te moshat e reja. Mirë po në raste shumë të rralla, janë 2 deri në 8% të pacientëve prej moshës 20 deri në 30 vjeç. Vetëm 2 deri në 8% të kësaj moshe preken si përqindje. Janë të raste të rralla, për fat mirë të rralla. Cila gjini e prek më shumë se smundje, doktor Nazim? Smundja Alzheimerit më shumë e prek gjinin femrore. A po? Po. Dihet ndonjë arsye jo? Me siguri. Do shta ngarkojmë vetën më shumë na, menojmë shumë. Jo, ata që menojnë më shumë, ata që ngarkojnë vetën, që aktivizojnë mendjen, me thonë kështu, ata që aktivizojnë mendjen më shumë kanë rrezikshmëri shumë më të vogël që të smundën nga smundja e demencës. Okej, domethënë nuk është arsye. Nuk është kjo arsye. Jo që ta kthej pak në humor dhe bisedën. Doktor Nazim, unë e di që është një prej shqetësimeve shumë të mëdha, sepse është goxha smundje e rëndë edhe për personin, por edhe për familjarët pastaj. A ka shkaktarë të hershëm, të cilët mund t'i njohim, t'i identifikojmë, ose të vetja, ose tek familjarët tonë, që na paralajmërojnë që një lloj demencës po vjen? Po. Cilë janë ata? Është vërtet, ajo mund të vrejë demenca nuk instalohet më njerë. Nuk është smundje akute, është një smundje që në neurologji quhet neurodegenerative. Do të thonë ndodhin disa degenerime, dëmtime të indit trunor, të cilat gradualisht e çojnë deri te demenca personin. Kur fillojnë simptomat e parë, do thotë simptomat e parë fillojnë atëherë kur ka filluar neurodegenerimi. Mirë, po nuk instalohen gjitha simptomat qysh në fillim. Në fillim të pacientët mund të vrejmë sjellje të çuditshme pak. Jo, nuk është ai person te cilin e kemi njoftë më herët. Fillon sillet në mënyrë të çuditshme, fillimisht fillon me harru gjonat, harron ku kalon një gjë, harron ku ka nuk kyçet mirë në bisedë, ose fillon me folë dhe harron fjalët, kalon prej temës në temë, ndryshon dveshunit e pacientit, sjelljet e tina, thjesht me një familje, kur dikush ka jetuar me një person për shumë vite, në këtë rast për shumë vite, ata e njohin anëtarën e familjes vet, edhe i vrejnë me një herë sjellje që nuk janë normale, sjelljet që kanë qenë më herët. Po them edhe një herë, harresa objekteve, mos kyçja në biseda, edhe një gjë që është nuk i bojnë shumë përshtypje. Për shembull, edhe nëse dikush ka një çrregullim emocional që njerëz tjerë janë të ndihshëm dhe do ta bashkangjenin atë momentin, kur ata janë kështu indiferent ndaj emocioneve të huaja të dikujt tjetër. Po jo ndaj vetave, po ndaj shajat e para. Është shumë rëndësi që diagnostikohet sa më herët demenca. Në disa shtete kanë bërë një projekt e kanë filluar, që është një projekt shumë i thjeshtë, për çdo një organizëm të vogël. Gjithë personat mbi moshën 60 vjeç, kur shkojnë për një vizitë mjeku familjar, çfarëdo qoftë, për çfarëdo arsye, kur e bëjnë një test i cili quhet mini mental status test. Është një test i thjeshtë me disa pyetje të thjeshta, emër, mbiemër, data i pëntremna pacientit i them mani men, ja them për shembull gota, lulja ajo kjo, edhe pas pak kohë i pyesim prap, cilat elemente thash për me marrë mend, edhe në fund mblidhen pikët e atij testit. Ai test mund të realizohet për pak minuta, për një 15 minuta maksimumi. Edhe në fund mblidhen pikët. Nëse në atë test vrejmë që ka ramje, domethënë nuk i ka poenat sa duhet i ketë 30 poena në fund, nëse nuk i ka të gjitha, atëherë fillojnë testet pak më specifike për identifikimin e smundjes së demencës ose të Alzheimerit, kryesisht Alzheimerit. Po në këtë projekte që në bë për me fillu sa më herët trajtimin të këtyre pacientëve. Është, po ta themi fat në fatkeqësi, sepse demenca trajtohet shumë profesionalisht në spitalin Rezonanca 2, aty ku edhe ju jeni pjesë e spitalit dhe njëkohësisht e udhëheqni. Çfarë metoda të diagnostikimit përdoren dhe çush është komplet kapaciteti i vlerësimit dhe trajtimit të kësaj smundje? Në rezonancë kapaciteti i diagnostikimit fillimisht edhe i trajtimit një pacient me demencë është i plot, mund të them bën gjitha. Për të diagnostikuar një demencë fillimisht fillohet me shejat, me simptomat e cilët i përmendëm pak më herët, me simptomat e harresës. Edhe kur një pacient vjen me këto simptoma, na fillojmë procedurat e diagnostikimit.
Çka duhet të bëhet te këto raste janë analizat laboratorike të cilat janë rutinore, ne kemi disa laboratore me të cilat funksionojmë. Mas kësaj vjen imazheria, konkretisht rezonanca magnetike. E kokës. Rezonanca magnetike e kokës, normal. Rezonanca magnetike e kokës, edhe këtu i kemi 2 rezonanca, jo një, po i kemi 2. Edhe në rezonancë magnetike shpeshherë i gjejmë arsyet e demencës. Shpeshherë kur pacientat janë me demencë, kur i realizojmë një rezonancë magnetike e vrejmë që truri ka hup masën e vet, është atrofu. Sidomos në ato pjesë të cilat janë përgjegjëse për memorje, siç janë hipokampuset që quhen latinisht ndryshe. Atë regioni hipokampal zakonisht atrofohet shumë, hup masa vëllimi i trunit. Truni ka formën e një arre. Nga njerë kur e thejmë arrën, gjithë kemi pas atë përvojë besoj, që kur e thejmë një arra delsies brast, nuk është e mbushur. Ashtu duket truni i një pacienti me sëmundje të Alzheimerit, në shumicën e rasteve jo gjithmonë, por në shumicën e rasteve. Do thotë se i përket kapacitetet për diagnostikim, rezonanca i ka të gjitha gjonat që mund të bëhen për sëmundjen e Alzheimerit. Dhe çka bëhen edhe në përbot. Po edhe për trajtim. Po, edhe për trajtim. Edhe për trajtim. Trajtimi i sëmundjes Alzheimerit bëhet me një bashkëpunim të mirë në mes të neurologut edhe psikiatrit. Na kemi edhe një spital psikiatrik, që nëse ka nevojë e shfrytëzojmë edhe spitalin e psikiatrik me disa psikiatrë shumë të mirë. Po shumë të mirë. Me vërtet janë shumë të mirë. Me vërtet. Me disa psikiatrë shumë të mirë, edhe mund t'i trajtojmë gjitha llojet e demencave, po duke mos harruar që nuk është sëmundje shëruese. Nuk shërohet, trajtohet, mjekohet. Sa më herët që fillon mjekimi, sa më herët që fillon mjekimi, aq më mirë kalon pacienti, aq më të mirë ka jetën, kualitetin e jetës. Po për fat keq, nuk shërohet. Para se më pyet veç po tregoj që për fat keq shumë e vonesë vinë pacientët me sëmundje të Alzheimerit. Në shumicën e rasteve. Se pikërisht deshta e kam po të ndërprej. Në foto ne e lusë regjin, sepse pikrisht e shkaktarët të cilët i fole, e kam edhe një foto dhe desha me tonë, a janë në njani prej tyne që mund tjetë i hershëm e që mos t'jemi vonë, që krejt ata njerë që përnashojnë me thonë, e ndëgjova doktorin edhe qëto simptoma i ka mami, babi, unë. I tham këto, memoria, dhe me thonë haresa. A është në jona prej këtyne simptomave e hershme? Po gjithë janë të hershme. Memoria, për shumë fillon haresa. Harresa në fillim është më e vogël, më vonë bëhet më madhe. Nuk e marrim seriozisht. Domethënë gati gjitha simptomat shfaqen në fillim, po ato rriten me kalimin e kohës. Edhe çka është e keqja, të na është një botë kuptim që shumica njerëzve thonë plak është, s'ka normal që po harron. Jo, nuk është plak. Unë kisha një 94 vjeçare në ordinancë, më herët ka ndodhur para një kohë. Edhe e pyeta, ju drejtova djalit saj i cili ishte mbi 70 vjet, djali. E i thash, çfarë bën na përdor lukja? Thot tregon nona. Edhe filloi ajo me doza, me emrat e ilaçeve me këtë. Ajo është normalja. Ajo është normal. 94 vjeçare e cila i din gjitha emrat e ilaçeve me doza me gjitha, që ajo normalja. Nuk është normale me harru. Bravo. Këto i baj thirrje dhe shikuesve, nuk është normale me harru. Që mos i shtyn, mos i prolongojnë rastet, po ose mos ta arsyetojnë me moshën, sepse s'ka arsyetim. Nuk ka arsye, harresa është harres. Harresa nuk është normale asnjëherë, edhe 100 vjet nëse ka pacienti. Po. Kurdo që lajmërohet është rregullim. E tha, po du me unal prap, e tha që vinë vonë. Sa shpejt zhvillohet si sëmundje, se e tha që fillon me simptoma të hershme, na e si marrim seriozisht. Sa shpejt zhvillohet si sëmundje, sa vite i vynë për me arë deri tek pjesa kur jemi vonë. A s'ka matje? Nuk ka matje të saktë, janë individuale, dhe me thonë, asnjëherë një pacient nuk është i njëjtë me pacientin tjetër. Dikujt më shpejt, dikujt. Po i duhet kohë, mirë po, simptomat instalohen ngadalë, shumë ngadalë. Po për fat keq, tash sa janë reale përgjigjet për pacientëve kur vinë për vizitë që i them që sa kanë fillu, të rrallë janë ata që thonë më pak se 3-4 vjet. Gati të gjithë thonë para 3-4 vite, po na kemi marrë normale, kemi menuar që është plak, po harron plak ose po harron edhe kemi lënë këtu. Po në momentin kur pacienti fillon të bëhet me një farë forme shumë ngarkesë e madhe për familjen, ndoshta kanë njëherë edhe për lagjën, kur fillon me çrregullime të rënda psiqike, atëherë lajmëron për vizitë. Para se me dalë të këto problemet të rënda, sepse patjetër nuk mund t'i menjanojmë, po du me nalë të kjo pjesa në mënyrë që t'i motivojmë njerëz të lajmërohen edhe të bëjnë kontrolla rutinore. Unë fatmirësisht shpitali i përgjithshëm Rezonanca aty punon çdo ditë, është aty për pacientët çdo herë, një kontroll në vit,
e kokës, e zemrës, e komplet shëndetit tonë është e mirë se ardhur, edhe nuk na ikin gjanat. Nëse lajmërohemi në vitin e parë të simptomave, të shenjave të para, cila është ai çelësi art që e menaxhojmë pak më mirë këtë sëmundje? Duke i ditë simptomat, duke i ditë se si përfundojnë sëmundjet me sëmundjet me demenca në përgjithësi. Përmendni Alzheimerin se është sëmundja si sinonime i demencave. Duke i ditë simptomat i cilat janë, ne fillojmë i trajtuar me kohë, fillojmë të kemi një kujdes për atë pacient. Jo me lënë, për shembull kam raste kur pacienti ka filluar shajat e demencës 3-4 vjet përpara, ai përdor terapinë vet. Më thonë vetë i merr, vetë i ndon. Aty në ato raste ekstrem të shpeshta janë kur i ngatron, në vend se me pi një herë, pi 2 herë, me se me marrë gjysë, në vend e merr të plotë, e ngatresa të ndryshme të barnave. E mora një si shembull, por ka edhe shembuj tjerë që gjatë jetës i ndihmohet shumë pacientit. Thash më herët që trajtim ilaçe kështu që e shërojnë sëmundjen e Alzheimerit nuk ka, po ka ilaçe të cilat ndihmojnë shumë kur diagnostikohet herët. Fillimisht fillohet me një ilaç i cili po e shpjegoj pak, po mundohen atje sa më i thjeshtë që të kuptojnë edhe shikuesit. Truni funksionon në bazë të neurotransmiterëve. Informata të bartën përmes disa substancave kimike që ndryshe quhen neurotransmiter. Në këtë rast kemi të bëjmë acetilkolinën, një neurotransmiter. Acetilkolina bart informatën, kur e kryen punën e vet, është enzimi acetilkolinesterasa e cila shkatron acetilkolinën. Edhe ka kryer, tani vjen tjetra, dhe kështu shkojnë këto. Shkojnë tamam si proces, po. Edhe barnat e cilat janë zbulu kohëve të fundit, janë barna jo edhe shumë të reja, ka vite që përdoren, po janë barnat e cilat e frenojnë acetilkolinesterasën. Domethënë nuk e lejojnë më shkatru acetilkolinën që të ka sa më tepër kështu acetilkolinë e cila do të mund t'i barte informacionet. Janë ndryshe quhen inhibitor të acetilkolinesterasës. Me ato ilaçe fillojnë fazat sa më të hershme të përdorimit. Ilaçet tjera të cilat përdoren janë rregullator të serotoninës. Ose ndryshe quhen antidepresiv, janë rregullator, po ato në të njëjtën kohë janë stimulator të trunit. Përdoren me shumë sukses, domethënë ndihmojnë shumë pacientit. Unë kam plot raste kur pacientët ndihen më mirë. Nuk janë shëru, se është e pamundur që të shërohen. Mirë, po kur vjen vizitë, në krahasim me vizitën e paraprakshme ka qenë shumë më mirë se sa më herët. Cila është faza më e vështirë e demencës? Faza më e vështirë është kur fillojnë edhe halucinacionet. Kur fillon pacienti mos më njoft më edhe anëtarët e familjes, edhe atëherë ne duhet të reagojmë me barna tjera, siç është risperidoni, haloperidoli dhe disa medikamente tjera, për të eliminu halucinacionet dhe me qetësu pacientin. Ato barna nuk rekomandohen më dhënë në fillim, mirë po ipen në fazat e vonshme të sëmundjes së Alzheimerit. Agresiviteti është pjesë? Po, nganjëherë po. Jo të gjitha rastet, po nganjëherë po. Në këto raste menaxhohen ndryshe pastaj. Me këto barna që përmenda në fillim, që i përmenda. Nuk do të thotë që këto kanë efekt, po ka disa lloje barnave. Ndërkohë kujtesën nuk mund ta kthejmë. Po këto gjëra tjera të pacientit i rregullojmë. Domethënë shqetësimet, nervozat, ato i rregullojmë. Është një gjë shumë e rëndësishme që deshta me cek, është të kujtesa. Isha për pak me harru ato që këta njerëz në ngjarjet e hershme të fëminisë i dinë, gjitha i dinë. Pse ndodh kjo, doktor Nazim? Mbushët. Është sigur hard-disku te telefoni ose te kompjuteri që përdorim. Është mbush, edhe ti nëse do më shtin një material tjetër aty me fut, materialin nuk ta pranon materialin, thotë jo, plot është. Mirë, po te telefoni, te kompjuteri mund t'i fshijmë edhe të shtim tjera. Te truni jo. Ato që janë aty. Edhe të rejat nuk i pranon, kurse të vjetrat i dinë me detaje. Nëse dikush në familje për shembull e vren këtë fenomen të një pacient që shumë e lehtë është ajo. E sheh po harroj, okej, ti e pyet për një ngjarje të kaluar, e din perfekt. Po ngjarjen e risë po mundet me mbajt mend, është një shaj që duhet me të alarmu që po fillon demenca. E di që nështë tu ka bërë si pyetje shumë shpesh prej pacientëve sepse është shqetësim global madje, jo vetëm joni. Ngarkesa, dinamizmi, puna, stresi, po i përfshin krejt edhe krejt po thojmë krejt po harrojmë, mos na ka ndiku vaksinat e Covidit në këtë harres kaq të shpejt, kaq dinamike. Çfarë mendimi ke, doktor Nazim? Në këtë teori meta... Ndëgjoj, është vërtet që ndëgjoj për çdo ditë. Po. Ndëgjoj për çdo ditë, po më duket më tepër është bërë si mod, me thonë, për me përmend këtë farë fjale. Unë me thonë lirë që unë vaksinat i kam marrë,
I ke marrë për vete? Për vete. Gjithë njerëz që i njoh, shok, kolegë, gjithë i kanë marrë. Familja ime i ka marrë vaksinat. Asnjëri s'kem probleme me harresën. Asnjë s'kem. Në anën tjetër nuk kam lexuar asnjë studim i cili thotë që vaksinat janë përgjegjës për harresën. Tjetra është që të instalohet një harresë për kohës kur janë marrë vaksinat deri tash është kohë shumë e shkurtë. Që të jenë vaksinat përgjegjëse për këtë punë. Kështu që le tjetë si mit. Për mu bjen si teori, për shkak se nuk ka verifikim të kësaj teorie, nuk ka asnjë studim i cili tregon, i cili thotë që po, vaksinat e kanë bë këtë. Për mu nuk është e vërtet. Okej, çka po ndodh me rininë e sotme? Se janë secili në çdo tavolinë shumë po harroj, harrova me thirr, harrova me marr, harrova me dërgu. Çka po ndodh? Normale. Normale, truri ka kapacitetin e vetë, sa mundet me menu, sa mundet me mbajt mend. Tash nëse kemi mbi ngarkesë, është normale që harrojmë. Është normale. Me një ditë që gjitha ditë nuk janë njëjta në punën që e bëj, kam ngarkesa shumë më të mëdha. Në ato ditë kur kam ngarkesa harroj edhe unë. Po nuk po harroj kur kam një ditë pak më të qetë, kur kam kohë me mendu, nuk harroj asnjë gjë. Do të thotë populli ka pas një fjalë, mu di prej paraardhësve të kur e thonin që njeriu sheh me mend. Bash, shumë e vërtet është. E tash ti nëse e sheh gotën nëse çka do të qoftë, po nuk e ki mendjen aty thotë e harrova. Jo, nuk e harrove, po se ke fokusuar. Se ke pas prioritet. Se ke pas prioritet. Po, kjo është ndërtimi i. Unë shpeshherë pacienti pyes kur më thonë po harroj. I tham, apo harron edhe gjona me rëndësi, apo po harron vetëm gjona të vogla kështu. Jo, thotë, s'harroj. Ai harron terminet? Jo. Harron diçka kur ki me rëndësi, thotë jo. Okej, atëherë s'ki problem as. S'ki problem. A mund të jetë pagjumësia një prej shenjave të demencave? Llojeve të demencës? Po. Pacienta me demencë, pagjumësinë mirë që e përmendë, se pagjumësia edhe është shej e demencës. Edhe shkaktar. Edhe shkaktari i demencës. Të dyjat. Domethënë njerëz se cilët nuk bëjnë gjumë si duhet, kanë rrezikshmëri më të madhe të smurën për demencën se ata që flen mirë. Unë e di që keni pacienta çdo ditë në rezonancë dhe pyetje të tilla përballni edhe ju duket sikur pyetje shumë bazike, po çka duhet ose cila është trajtimi më i mirë i vetes tek rinia sidomos, sepse çdo i dyti i treti thotë kam probleme pa gjumësinë. Me rregullu gjumin thjesht. Qysh me rregullu gjumin? Mos më ndajt në telefon deri në 2-3 mëngjesit, kjo shumë e thjeshtë. Okej. Gjumi është një prej gjonave shumë të rëndësishme, po dalim pak prej temës, po rëndësishme është edhe kjo. Gjumi është shumë i rëndësishëm për funksionimin normal të organizmit. Nuk mundemi na një veturë, ta ndjezim veturën edhe të mos e nalim t'i bëjmë me 10.000 kilometra pa e nalë, nuk qëndron. Edhe organizmi është njëjtë. Organizmi duhet pushoj, pushimi jo gjumi. Gjatë gjumit, zemra pushon, veshkët pushojnë, truni pushon, çdo organ, çdo gjë e njeriu pushon gjatë gjumit. Edhe i duhet pushimi. Studimet kanë treguar që njeriu gjatë ditës duhet flet 6 deri në 8 orë, duhet i bëj gjumë. Ma pak është e dëmshme, ma shumë është e dëmshme. Njëjtë, domi është i njëjtë. Sikur të ushqimi, nëse han më pak se që duhet, nuk është mirë. Po nëse han më shumë se që duhet, prap nuk është mirë. Edhe gjumi duhet të jenë 6 deri në 8 orë. Gjatë ditës, gjumi ditës, nëse flihet, nëse njëri flan 20 deri në 30 minuta, je gjatësia sipas studimeve zgjatet 6 deri në 7 vite. Po nëse flan më gjatë, atëherë kalon fazat natës. Jo, ka njerëz që flenë shumë më gjatë, gjejnë kohë edhe me orë. Edhe ata që flenë më gjatë, atëherë gjumi kalon nëpër fazat gjumit natës. Kur kalon në fazat gjumit natës, është i dëmshëm për organizmin. Se me që e përmendë edhe tani po dalim të një temë tjetër që është poshtë e rëndësishme. Ka shumë herë që e ndëgjojmë, jam shumë i lodhën, jam shtri, po s'po merr gjumi. Qa e ik gjumin kur trupi është aq i lodhën? Tu janë edhe ngarkesat. Varësisht lodhja prej çka është, lodhja nuk është e njëjtë. Po, nuk është gjithmonë psiqike. Lodhja nuk është gjithmonë psiqike, as nuk është gjithmonë fizike. Lodhja fizike, nëse fillojmë ushtrime, për shembull, një organizëm s'ka bë ushtrime, fillon fitness ose çka do të thotë. Dihet kjo është botërisht që në të para nuk mundet me fjet, po mandej flan shumë më mirë. Mandej po në të para nuk mundet me fjet. Domethënë është një rutinë, një shprehje që e ndërtojmë gradualisht. Ndërtojmë edhe varet me çfarë mendje kemi më ra me fjet. Nëse bim në gjumë edhe duhet patjetër me fjet, është problem me fjet. Okej, domethënë. Që themi që unë duhet patjetër se nesër kam shumë obligime, sot duhet patjetër me fjet, është telash. Nuk të banë me botë përcaktuar, do të me lënë trunin e lirë. Ka njerë nuk po punon ajo. Pulla me bo off me njerë. Një problem që lidhet shumë me demencën, unë e lusë shumë Regjinë me ma ndru fotografinë e dytë, është edhe Parkinsoni. Megjithëse është një smundje goxha ndryshe, po ka të bëj me smundjet e trurit, e që patjetër që unë tash një neurolog si u ta kemi studio
e mos ta pyesim për dy prej smundjeve të shpeshta dhe shumë të vështira, është e pamundur. Këto në një fotografi janë vetëm disa prej shenjave, po çka është Parkinsoni? Fillimisht ta sqarojmë për shikues në mënyrë që ta trajtojmë pastaj edhe si temë. Njëtë sikur smundja Alzheimerit, Po? lidhet sepse të dyja janë smundja neurodegenerative. Po. Edhe procesi etiopatogeneza e smundjeve neurodegenerative është shumë e ngjashme mos në disa faza edhe e njëjtë. Po. Është edhe njëjtë smundja në mes të demencës edhe në këtë rast të smundjes Alzheimerit. Ka smundje tjera neurodegenerative janë shumë më të rralla, po ne po flasim për këto që janë më të shpeshta. Sakt. Kjo është arsyeja pse këto dyja lidhen në mes veti. Po smundja Parkinsonit, derisa smundja demenca karakterizohet, sheja kryesore është harresa, dhe smundja Parkinsonit sheja kryesore është dridhja. Dridhja, lëvizjet e pakontrolluara të gjymtyrëve të pacientit. Një person me demencë ka predispozit më shumë me pas me Parkinson, apo një person me Parkinson ka predispozit më shumë me pas demencë? Këto nuk e di. Këta nuk e din. Që i kam të dyat, kemi raste shpesh, po cilën e ngre nuk ka ndonjë shkencë. Unë kam pas raste që pacientët fillimisht kanë filluar më trajtu për një demencë, edhe më vonë është shfaqet Parkinsoni ose edhe kundërta. Kam raste ashtu, nuk kam lexuar në studim i cili jep përparësi asaj ose kësaj. Po. Parkinsoni është gjenetike apo shkaktohet? Njëjtë, si smundje tjera të demencës, edhe Parkinsoni është një smundje e cila nuk është gjenetike, mirë po, por kthehem prap. Nëse në një familje ka pas shumë anëtar të familjes me smundjet Parkinsonit, atëherë mundësia e paraqitjes së smundjes Parkinsonit te pasardhësit është më e madhe se sa te ajo familje ku nuk ka pas anëtar me smundjet Parkinsonit. A është Parkinsoni smundje që i prek vetëm të moshuarit? Apo edhe të rinjët? Jo, edhe të rinjët, po shumë rrallë. Për fat mirë shumë rrallë. Edhe mund të them lirisht që të pacientët të cilët i kanë pasur në mosha sa më të reja që i prek është më agresiv. Më agresiv? Është më agresiv Parkinsoni kur i prek moshat e reja, kurse në moshat e vjetra shpeshherë nuk është smundje që shërohet, edhe kjo njëjtë sikur smundja Alzheimerit, më aq mirë mjekohet saqë nganjëherë kur vjen një pacient që s'e kanë pa kohë gjatë nuk e di që ka Parkinsonin. Menaxhohet lehtë, me terapi normal. Nëse përdor medikamentet me rregull, menaxhohet mirë, jeton me pak pengesa jeton jetën. A bojnë përveç terapive, medikamenteve, a bojnë edhe fizioterapi ose diçka të tillë? Po, fizioterapia, aktiviteti ndikojnë shumë pozitivisht. Shumë pozitivisht. Aktiviteti fizik ndikon pozitivisht, po kthehem prapë te demenca, se më duket që harrova me thonë që nëse kem vrejt shejat e demencës, sa më tepër që atë person e angazhojmë intelektualisht, këndimi bën mirë, leximi bën mirë, kalkulimet matematikore, çdo gjë që ka aktivizon trunin ndikon mirë te demencat në këtë rast, se harrova me thonë pak më herët. Shumë fakt interesant. Do të thonë, ta përsërisim personat të cilët kanë shenjat e para të demencës dhe kanë filluar të trajtohen tek mjeku, është mirë të aktivizohen me mbledhje zbritjen të numrave matematikor, me këndu, me aktivizu mendjen e trunin. Me aktivizu mendjen, po jo, për shumë dhe vrejnë shet e demencës se dolën prej temës në falë. S'ka gajle. I ka vrejnë shet e demencës edhe mbyllët në vetë vete. Ajo ka me progredu shumë atë shpejt se sa këto tjerat. Shumë fakt interesant. Edhe normal duhet nalet përdorimi alkoolit, se si thamë këtë sensë, ka shumë edhe po i harrojmë. Pra ndaj edhe unë e dhash, shish do të mi përtheku këtë dy tema në bashkë sot. Është përdorimi alkoolit, përdorimi i duhanit, këto gjëra tjera, mbi pesha, trajtimi i hipertensionit, i diabetit duhet të jenë në rregull që smundjat mos përparojnë më ngadalë me një farë forme, ose edhe mos shfaqet hiç, të ata kur i trajtojmë shumë herët. Edhe për Parkinsonin edhe për demencën, a mund të parandalohen, mos të na vinë hiç? A ka diçka që mund të bëjmë që t'i parandalojmë nga stili jetës? Janë këto. Kontrolli i rregullt i tensionit arterial, aktiviteti fizik, aktivizimi i mendjes, sheqeri, thjesht një jetë të shëndosh. Pa alkool, pa drogë. Një jetë të shëndosh, nuk mund të themi që parandalon komplet Alzheimerin, po i zvoglon gjasat shumë. I zvoglon gjasat për të paraqit një smundje e harrejtësisë. Cilat janë simptomat e para, të cilat mund të themi që Parkinsoni është duke ardhur te na? A është dridhja e duarve? A është njëna prej atyre tjerave që i pam edhe në fotografi? Ato që i pam edhe në foto janë pak më të rralla që i raportojnë pacientët, për shembull ndryshimi i erës, këto janë pak më të rralla. Mirë, po shenja kardinale të cilat lajmërohen të smundja Parkinsonit që e vrejmë është dridhja. Dridhja në qetësi.
E duarve? E dorës. A e dorës? E dorës, ku për them me qëllim e dorës, sepse fillimisht fillon gjithmonë me një ekstremitet, nuk fillon dridhje simetrike. Edhe një prej karakteristikave që neve na çon me dyshu që është smundje e Parkinsonit, është dridhja unilaterale, e njënës anë. Edhe dora në qetësi fillon në këtë formë. Bile shpeshherë në literaturë shohim që dridhja është në formë sikur kur numërojmë të holla. Domethënë është në këtë formë shkon dridhja e dorës të pacientit. Kjo është unilaterale. Fytyra pacientit fillon të mos shfaqë emocione. Është si maskë. Pacienti thjesht nuk shfaqë emocione, as nuk pavarësisht se çka ndodh në rrethin e tij, ai fytyrën e ka ton kohën njësoj. Sheja tjetër kardinale është rigiditeti. Ç'është? Rigiditeti është tonusi muskular rritet, domethënë dora është shumë e shtrënguar, edhe kur na e lëvizim atë dorë të pacientit, ajo shkon lajmërohet një fenomeni që është si rrotë dëmzuar, ndryshe quhet fenomeni negro. Okej. Ka në bazë atij autorit i cili ka zbuluar dhe shkon si rrota dëmzuar në këtë formë të shku dora deri në këtu. Ku aty ku e lëm aty nalet. Okej. Për dallim pjesë spacitetit të smundje tjera ku dorën të kthen, ajo kthehet në mënyrë automatike. Kto kudo që e lën në atë vend nalet, kjo është rigiditeti. Pacienti fillon me krus, edhe fillon me ecë me hapat vegjël. Fillon me fol me zë matult. Edhe ka problem në të folun. Këto shpeshherë pacientët vinë për një smundje tjetër, më anku për diçka tjetër, se edhe këtu përdoret po e njëjti mendim që është plak pse po dridhet është normale. Pse nuk po ecë është normale. Kem pas raste për shembull kur kanë filluar mu trajtu, pacienti është drejtu, ka filluar me ecë normale, dridhet normal, sepse ka ilaçe që i ndihmojnë shumë për këtë punë, tash ju shpjegoj se si shkon ajo punë. Po, është kronologji besoj, po. Normal që një mjek duhet ta përcjell pacientin prej momentit që futet në derë të ordinancës, edhe përcjell derisa vjen edhe ulet. Edhe deri ka pas raste ku un kam shfaqur një dyshim të bazuar që ky pacient ka problem me Parkinsonin, hala pa filluar me fol. Ka pas për ty në normal që kanë thonë ka marrë për shkak dridhjes, po ka pas edhe raste tjera që kanë marrë krejt për diçka tjetër. Krejt për diçka tjetër, por në mesin e tyre ata kanë filluar pyetjet për Parkinsonin dhe kam gjetë edhe një Parkinson te pacienti. Sa e rëndësishme është me përcjell pacientin. Eci është me hapat vegjël. Hapat e vegjël, pak i krusun, durt, ne kur ecim, dora, krahët tonë e përcjellin lëvizjen e hapave. Te Parkinsoni njëna dorë e përcjell, tjetra nuk e përcjell. Ajo që është prek nuk e përcjell. Nuk është gjithmonë vetëm e njëjta. Fillon me një në dorë, kurse kalon në tjetrën pak më vonë. Prekën edhe gjymtyrët e poshtme, komt me kalimin e kohës. Po fillimisht fillon me një dorë. Koka? Është pjesë, nga një është pjesë, po koka në shumicën e rasteve nuk është smundje Parkinsonit, nëse është vetëm koka, është tremor esencial, është një lloj tjetër i dridhjes. Po, unë e di që mundet me t'inglu shumë klishe kjo pyetje, po persona që i kërcasin shumë gishtrinit, a mund t'a shkaktojnë këta? S'ka lidhje me atë. Nuk ka të lidhje. Parkinsoni nuk është smundje periferike. Parkinsoni nuk vije për shkak të nyje ose për shkak dorës. Që të zhvillohet e lëvizja dorën në këtë formë? Po. Kjo nuk është lëvizje thjesht. Lëvizje thjesht është kur e shohim. Mirë po, ideja fillon në korën e trunit për me lëviz. Mandej kalon në ganglionet bazale, të cilat preken prej Parkinsonit. Prej ganglionet bazale kalon në trunkun trunor, në trunin e vogël, edhe në fund vazhdon te muskuli efektor përmes palcës kurrizore për me lëviz dorën. Po mundon sa më thjesht me shpjegoj. Një prej hallkave të lëvizjes, një prej hallkave motorike janë ganglionet bazale. Aty është një hormon ose një neurotransmiter që quhet dopamina, ose substanca zezë, ndryshe quhet substancia nigra, ku dopamina mungon te ai region, edhe për këtë arsye shfaqet Parkinsoni, kështu që s'ka lidhje me lëvizje durve me ato gjëra. Këtë problemi është lart në kokë. Shumë mirë që sqarove, sepse jena arritur na thonë mos i kërcit gishtat se dridhen durt kur plakesh. Domethënë po pres kur kanë mjanis me mund dridh durt, oni kërcas shumë gishtat. Jo mundesh me vazhdu lirisht, sa për këtë Parkinsonit mos ke kohë. Mirë, mesatet që është met, unë besoj që njerëz dojnë me një prej një profesionisti. Edhe unë po besoj që tu ka bo edhe si pyetje shumë shpesh, sepse është met, aq shumë e kemi ndërgju prej prindërve, prej gjyshërve tonë, kështu unë thash jemi rrit me këto t'ju tut, se kena me shka këtu. Unë e di që në rezonancë edhe Parkinsoni edhe diagnostikohet edhe trajtohet. Po besoj që numri vetë më shumë u rrit, sepse e tha dhe vetë që... U rrit morsha, është vërtet. Edhe kjo lidhe direkt, si mund të demencat, lidhe direkt me moshën. Parkinsoni më shpesh është mbi moshën 65 vjeçare. Po, por kapacitetet edhe për këtë smundje rezonanca e ka maksimale. Po.
Po kapacitetet tu kryesisht diagnostikimi i Parkinsonit kur e krahasoj me smundjen e Alzheimerit është më i lehtë. Është më i lehtë sepse smundja e Alzheimerit, nëse në pacientit ja kemi qitë diagnozën Alzheimer, ati na me një saktësi 100% mund ta vërtetojmë veç pasi vdes pacienti kur i bëhet biopsia. Për ndryshimet në tru i gjeme, i bëjmë biopsinë e gjeme 100%. Alzheimeri diagnostikohet në bazë të simptomave, në bazë të harresave, mirë po shumë shpesh. Po kthejmë të demenca pacient të gëshëtume. Shumë shpesh i ngatrojmë demencat. Ka demencë që quhet demenca pik, ku prek vetëm lobet frontale, demenca frontotemporale, demencë si pasojë e dëmtimeve të trurit që quhet sindrom psikoorganike, ose demencë vaskulare. Janë disa lloje të demencave, shumë shpesh ato ngatrohen dhe trajtohen si Alzheimer. Mirë, po trajtimi nuk dallon shumë njënës me tjetër, nuk ka që bëhen gabime aty. Po diagnozë e definitive për smundjen e Alzheimerit vendoset vetëm post-mortem, pas vdekjes. A derisa te smundja e Parkinsonit, po kthejna prapë se po me që janë bashkë me qëllimin vendosën. Jo te Alzheimeri. Te Alzheimeri vetëm çka shohim në rezonancë magnetike shohim ato që spjegova për marrë atrofin të kurrin e trurit. Te Parkinsoni shpeshherë nuk shohim kurrë në rezonancë magnetike. Është çdo gjë në rregull. Nuk ka asnjë analizë laboratorike e cila neve na diagnostikon, me thonë e kemë bërë këtë analizë dhe kemë të bëjmë me Parkinsonin, ose kemë bërë këtë incizim dhe kemë të bëjmë me smundje Parkinsonit. Dyshimi bazë për një pacient që vuan nga smundja Parkinsonit është identifikimi i këtyre simptomave të cilët ju thash pak, këtyre simptomave që ju thash pak më herët. Kur i kemi këto simptoma, na fillojmë bisedën kur ka fillu, çysh ka fillu, çysh po dridhet, kur dridhet më shumë, ato gjëra të tjera të cilat i përdorim gjatë ekzaminimit të pacientit. Po diagnostikimi definitiv i një pacienti me smundje të Parkinsonit bëhet dy gjëra kryesore janë, simptomatologjia të cilën e përmendëm, edhe efektiviteti i medikamenteve. Është një medikament, ndryshe quhet levodopa, substanca bazë. Levodopa ka efekt pozitiv vetëm te dridhjet e Parkinsonit. Edhe përdoret si test terapi. I jepet pacientit një dozë e vogël e Parkinsonit dhe tabletave, edhe kur pacienti vjen në kontroll herën tjetër, e pyesim efektin. Nëse pacienti thotë që tabletat kanë pas efekt, e rrisim dozën, kur thotë jam edhe më mirë, atëherë është Parkinson. Se po t'ishte diçka tjetër, nuk ish me reagu. Ndërkohë kjo shkon kështu kronologjikisht dhe pastaj mbetet me terapi deri në fund të jetës. Viteve të fundit janë zbuluar edhe disa ilaçe tjera kundër smundjes Parkinsonit, po them ilaçi bazë mbetet prapë levodopa. Këto janë kretë ilaçe tjera që janë zbuluar, po e them edhe për shikuesit, se është shumë e rëndësishme ditë. Normal njeriu kur ka një hall kërkon edhe zgjidhjen e atij problemit, edhe ata mundohen shpeshherë me gjetë ilaçe shtesë këto me bë ato. Mirë po e them një gjë, nuk kanë efekt. Nëse për fat keq nëse kemi sigurim shëndetësor, nëse sigurimi shëndetësor i mbulon harxhimet e ilaçeve dhe ato ilaçe kanë një efekt 10-15% nashti maksimumi, që pacienti shpeshherë as nuk e vren atë efekt hiç, atëherë nuk arsyetohet me harxhu me bënë një ngarkesë ekonomike më të madhe për familjen, për një gjë që s'ka me vërtet ndoshta pacienti. Po ilaçi bazë është levodopa, e cila përdoret për trajtimin e Parkinsonit. Parkinsoni nuk është gjithmonë vetëm smundje idiopatike që nuk dihet shkaku. Po e përmend një rast, kam pas një pacient relativisht i ri me simptomatologji tipike të Parkinsonit. Duhet t'ja përmend edhe një rast tjetër për diçka tjetër. Një pacient i cili vjen me simptomatologji tipike të Parkinsonit. Mirë po rutinë është që duhet bëhet një rezonancë magnetike. I bëjmë një rezonancë magnetike në rezonancë, edhe kur e kem bë incizimin e shohim një lloj tumori në kokë, po për fat të mirë të pacientit ishte tumor meningeom, tumor benign, cilin pacienti e ka hjek, dridhja është eliminuar, unë sot e takoj, më pas edhe familjar tjerë tina pacient, edhe në gjallë shumë i mirë dhe jam gëzu, nuk mundesh me marrë sa mirë. Dhe ka shpart, dyshimet kanë qenë për Parkinson dhe ka dalë diçka tjetër. Ndërgjëm, i ka dalë një tumor i trunit që në fillimisht themi, keq i ka dalë, ma mirë që i ka dalë. Se ju ka hjek edhe s'ka të lasha, s'ka asnjë problem, se është ka dalë një tumor benign i cili është larguar dhe mos s'ka të lasha, s'ka as Parkinson as s'ka kurrë. Ose rastet tjera janë smundjen e Parkinsonit mund të imitojnë medikamentet. Janë barnat e cilat përdoren në psikiatri, neuroleptikët. Neuroleptikët shkaktojnë sindrom ekstrapiramidale. Sindroma ekstrapiramidale është gati smundja Parkinsonit, edhe smundja Parkinsonit është ndryshe quhet smundje sistemit ekstrapiramidal. Është një lloj sindrome ekstrapiramidale.
një vajzë, diku 25-6 vjeçare, e cila kishte një politraum, ka pas një lëndim, ka qenë gjendje komatoze për pak ditë, mandej është kthy, mirë, po ka qenë konfuze kur është kthy, edhe i kanë fillu me trajtu me neuroleptik. Po çka ka qenë e keqja, jo pse ka fillu me trajtu me neuroleptik, po ka qenë e keqja që ato neuroleptik kanë vazhdu më përdorë, dhe masi pacienti është stabilizu. Edhe më vjen në karrocë pacientja 25 vjeçare, Parkinson, shikimin e parë Parkinson tipik. Mirë, po mandej kur i mora dokumentacionin me pa gjatë kulumtimeve, dyshimi i bazë ishte që s'ishte Parkinson, po ishte sindrome ekstrar piramidale për shkak medikamenteve. Normal medikamentet është dhënë një medikament i cili përdoret e sindrome ekstrar piramidale, dhe po vajza s'ka kurrë këtë shnosh. Jo, po s'ka kurrë. Është shnosh sikret na. Prandaj edhe gjithmonë duhet kemi kujdes ku marrim shërbim dhe ku drejtohemi. Unë gjithmonë e tham, për çdo lloj të ndryshimeve duhet të marrim mendimin e profesionistëve. Një neurolog i mirë, një vend serioz ku i ka mjetet avancuara, inovative që përdoren në mbar botën, siç është edhe Spitali Rezonanca, dhe nuk e rrezikojmë jetën tonë edhe duke u kontrolluar gabim, edhe duke u trajtuar gabim, edhe duke shkaktuar smundje tjera gabim. Domethënë, këto e veza vetës që thonë në popull. Shumë e vende. Saron edhe një kontribut shumë të madh, edhe ju personalisht, po dhe televizionet tjera që mirën me këto tema janë të dhënë një kontribut shumë të madh në edukimin e njerëzve, në vëdijsimin e njerëzve se si duhet sillen para një problemi shëndetësor. Për fat keq, kam pacienta që kur vinë për një smundje, unë befasona kur më thonë ka fillu para 3-4 vitesh gjonat që duhet trajtohen gati urgjent. Gati që janë urgjent, si janë krizat epileptike, disa gjona tjera. Fillojnë 3-4 vite, pacienti nuk lajmërohet. Do ta marr vetëm një shembull shumë i thjeshtë. Derisa në perëndim, unë kam shumë pacient që vinë prej perëndimit, bashkëdhëtar tanë që jetojnë jashtë, edhe vinë në Kosovë, thotë doktor, kam marrë veç për më kontrollu. Nuk kam punë tjetër, kam marrë më kontrollu. Pse? Sepse më duhet me prit 6 muaj, 7 muaj, një vjet për një incizim. Tu më në 2-3 ditë i bëjmë gjitha, pacientë diagnostikojmë pacientë dhe pacienti kthehet. Pse te unë, nëse vjet dikush në vizitë, për 2-3 ditë, maksimumi për një vizitë. Edhe pse te unë e pritet 2-3 ditë, kurse në perëndim te një doktor, qysh jam unë me të njëjtin kvalitet, duhet me prit 6-7 muaj, minimumi, ose edhe një vjet. Pse? Sepse atje çdo njeri që ka, edhe tash edhe një fakt tjetër, te na ka ma pak neurolog se që ka në perëndim. Për kokë banori na kemi ma pak neurolog, po pacientat s'presin. Atje ka në perëndim ma shumë neurolog, po pacientat presin. Sepse gjithë ata që kanë probleme orientohen te doktori, ajo është. Atje nështë edhe kanë sistemin shëndetësor në nivel tjetër, sepse i thirë shteti, bojnë diagnostikime të hershme, kontrola rutinore. Kjo është mangësi e vendit tonë, e fati jonë i mirë është që kemi edhe institucione. Edhe pacientat vetë lajmërohen. Edhe lajmërohen, nuk e ka në shprehin e tyre. Unë e kam kryer gjysmën e specializimit jashtë, edhe di që pacientat për një ndryshim të vogël janë lajmëruar gjithmonë për kontroll. Po. Kjo është ende një shprehi që na mungon si popull, por edhe një mangësi që na mungon si shtet. Sepse nuk mund t'i fajsojmë vetëm shprehjet shtetare, se kur shteti e bën sigurimin, e bën ato, po mos hyjmë në temë tjetër politike. Por jemi kështu gati në minutat e fundit, e unë patjetër që do doja, sepse është shumë e rëndësishme familjarët si i trajtojnë këta persona, të cilët janë me demencë, me Alzheimer, me Parkinson. Qa duhet me pas në parasy karshi këtyre pacientëve? Fillimisht, pacientin të sjellin në vizitë kur i vren shehet e para. Nëse pacienti nuk vjen vetë, ka raste kur pacienti vetë lajmërohet. Por nëse pacienti nuk është lajmëruar vetë, atëherë familjarët kur i kanë pas shehet e para, duhet lajmërohen, i merr instruksionet se ç'i duhet sjellet, t'i japin barnat, i përdorin me rregull, edhe të sillen në bazë të rekomandimeve të cilat i japin. Kjo është ajo krejt që mund me bëj ata për ato. Ndoshta është hall i njerëzve dhe shpesh na ka ardhur si pyetje, por çka për ata persona që janë në një fazë pak më të vështirë dhe kanë shfaqur edhe agresivitet, ka shi familjarëve, fëmijëve të vegjël, çfarë duhet bëjnë këta familjarë që mos me lëndu pacientin, sepse ai pa vetdije i bën ato sjellje. Mund ta lëndoj edhe vetveten. Edhe vetveten, saktë. Pa lëndi. Normalisht, po kthehemi te shteti prap, e përmendëm këtu. Çdo shtet i botës ka kujdesje të veçantë për këta pacientë. Nuk janë nëse shprehna në këtë formë barre familjes, më keq kuptu nëse themi barre familje, nuk janë punë barre. Mirë po është problemi që edhe familjarët shpeshherë më thonë, doktor, po nina keq se nuk po di as çka me bë për këto. Sepse familjarët nuk është i edukuar për me trajtu një pacient me smundje të Alzheimerit ose një demencë tjetër.
thotë po doktor po nina keq. Në krejt botën ekzistojnë institucione të specializuara për të trajtuar këto raste. Ata e dinë sakt se çka duhet, si duhet veprohet në këto. Mirë po, në bazë të mundësive, në bazë kushteve që i kemi, unë gjithmonë i këshilloj se çka duhet bëjnë me ta. Normal që duhet jenë dashur në pacientin, shpesh i them familjarëve mos ja merrni për të keq, nuk është të fol personi, është të fol smundja. Nuk është të usjell keq personi, është të sillet keq smundja. Nuk mund të punoj diçka mirë kur është i dëmtuar. Truni është i dëmtuar. Normal, më them gati në gjitha rastet familjarët janë të mrekullueshëm dhe kanë bashkëpunim shumë të mirë dhe kanë kujdes shumë të mirë për pacientët, po nuk janë profesionistë kësaj lamje. A duhet ta themi stimulojmë ose ti motivojmë duke sforcu me fol, me i bë pyetje, me u mundu me ja rikthy ndonjë nëse na harrojnë për shembull. E thash pak më herët, sa më shumë që stimulohet, sa më shumë që aktivizohet në aspektin intelektual është më mirë për pacientin, po jo me bë pyetje nëse fillon mundi keq pacienti. Po çta deshta me thonë se s'u shpreha mirë. Kur fillohet me fol me pacientin, duhet non-stop me analizu pacientin. Analizon reagimet e tina. Nëse reagimet janë të këndshme, nëse reagimet e pacientit janë të mira, fillon me qesh, e bën me dëshira të farpuna, nuk bën manual, nuk bën manual, absolutisht, duhet me vazhdu me to. Mirë po, nëse është që pacienti po fillon mundi keq, mu sikletu, mu fillu mu bo agresiv, atë duhet me ndërprej dhe me ndru temën më njerë. Duhet me ndru temën më njerë. Sepse, unë e thash që ka shumë raste. Unë po bazona prej aty në që në shuan, imagjino sa listën e ke ti, që je doktor edhe ke kontakt çdo ditë me ta. Po, unë po thëmë, jam neurolog që 21 vjet. Që 21 vite, edhe më ka rarë shumë raste për me pa, mirë po, ma herët kam ndodhur mi pas disa pacienta në mujt, që i kam numëruar gishta, tash kam për çdo ditë. Me Alzheimer kam për çdo ditë. Që tash lajmërohen më shumë, se është vedia më e lartë, nuk e del këtë marrje. Nuk e di, po unë më shumë e kam lënë asaj që jetësia ka ndryshuar. Për fund, unë miqtë e mi, ata që po na ndjekin, jena shqetësu pak për kësaj bisede që e kemi ndëgjuar dhe po dojmë ardhmë me bëni kontroll rutinore. Që po na doket si po harrojmë. Harrova me bëni telefon, harrova ku e kam lënë makinën, pi marrim pak seriozisht. Qa janë hapat e parë që na thute? Vim e bëjmë një kontroll mas pari te neurologu, për shembull te ju në rezonancë. Pa analiza, pa kur gjë. A vim me analiza tona? Për asnjë kontrolle dëm nuk ka. Janë kontrolla nuk janë metoda invazive që cilat përdoren normal, sa herë që përdoren një metodë invazive duhet me mendu shumë mirë, a me bo, mos me bo. Po për një kontroll, një konsult thjesht, shpeshherë unë kam baza ditore. Kur pacientët më thotë doktor, as më bën asnjë incizim, them jo. S'ka nevojë, nuk po shoh asnjë arsye klinike për më të bë. Dhe njerëzit thonë po du me hek merakun, ajo tjetër mohabet, nëse do me hek merakun. Mirë po, arsye klinike, arsye neurologjike unë nuk kam për më të bë incizim. Një bisedë për hallet e cilat janë shfaq, s'ka asgjë të keq që jemi një anamnezë mirë se ardhëm, po. Po. Jo, se jam e sigurt sa po përfundon emisioni, gjithmonë janë ato mesazhet ku punon doktori, numrin e doktorit, sepse ja nisin me e marrë seriozisht. E unë pak nina me fat, sepse të paktën po e pranojmë informacionin edhe po reagojmë shpejtësi, se këto është edhe esenca me eduku popullatën, me shku te mjeku pa kanë smut, me kontrollu veten pa i dhim dikon, me bo analiza pa pas asnjë dyshim, sepse kur jemi smut, kur kemi dyshime, ti s'ki qare pa i bo ato. Sa rëndë duhet kohë me kalu për me ardhi të kjo pikë. Unë të thash ditëve të fundit e pata një pacient para 2-3 ditësh, i cili ardhë me një për fat mirë, veç me një qarkullim të folunit tina, edhe kishte një infarkt trunit, u diagnostiku. Mirë, po i njëjti pacient para 2 vitesh, në vitin 2023 kishte bërë vizitën e fundit tonë. Ka pas infarkt trunit më herët. Se kam. Duanin nuk e ka nal, mbarën që ka përdorur me rregull, kur asnjëherë 2 vite nuk ka qenë asnjë kontroll, nuk e ka kry, edhe ka fituar një sulm tjetër. Për fat të mirë, ky ishte i vogël, po shpresoj që ka më ndiku pozitivisht me vedisu, po kësi ka shumë. Po, ka shumë pacient që e neglizhojnë shumë. Neglizhojnë, mirë jam edhe. Po. Nuk e pranojnë letë smundjen edhe ndoshta kjo është edhe psiqike pak, ndoshta pjesë e kulturës tonë. E kulturës, e edukatës. Doktor Nazim, unë falenderoj shumë, e di që u mundu me ngërthy 2 prej problematikave që në jetën tonë të përditshme si neurolog, edhe në punën tonë në rezonancë e ki të pashmangshme dhe çdo ditë me pacient. U mundova që ta përcjellim edhe tek shikues tonë. Ishte kënaqësi dhe kërkoj falje se
për shkak të kohës, besoj që kam harru shumë gjona për mi thonë. Në inshallah nuk i marrin se simptoma demencës. Besoj që kryesorët i kemi cek gjitha, me siguri që edhe kemi harru gjona, se janë dy, ku ta kthejmë njënën në anë, ka libër që është vetëm për njënën, për Alzheimerin ose për Parkinsonin. Për këto dy lloj sëmundje ka libra që shurën. Do thotë janë aq lami e gjanë, sa që është e pamundemi për mbledh gjitha gjanat për një kohë të shkurtë. Arsyeja pse na si ekip vendosëm me i trajtu dyat bashkë, sepse studimet e thonin që në një përqindje e madhe pacientëve preken nga të dyja për një herë, edhe nga Parkinsoni dhe demenca, dhe thash ti ngërthejnë që të dyja në mënyrë që... mekanizmi është i njëjti i paraqitjes së sëmundjes. Po, prandaj edhe pam si të arsyeshme me i fol të dy temat brenda një bisede, brenda një emisioni që e kemi stërgjat pak më shumë. Unë kam pas disa emisione, po me thënë drejtën, gjithmonë kem prek tema tjera, interesi im ka qenë për me prek këto, tu e pa për ditëshmërinë e pacientëve. Tu e pas për ditëshmërinë të pacientëve. Kur më keni ftuar në emisione, kur keni thonë që është kjo tema, për mua ka qenë shumë okay, për shkak se edhe ka qenë ide ime ka hmoshme që të flas për këto tema. Unë falenderoj shumë për gatishmërinë që kontribon tek publiku jonë. Me shumë kënaqësi. Lutem, kënaqësia është e jona. Dashur miq, një bisedë pak më gjatë se zakonisht, së bashku me profesor doktor Nazim Dakaj, i cili njëkohësisht është drejtor i Spitalit të Përgjithshëm Rezonanca 2, një neurolog që për kaq shumë vite karrierë sa ka një përvojë shumë të ndryshme me pacient ndër vite, edhe një identifikim të themi të ndryshimeve edhe gjenetike të familjarëve të ndryshëm të cilët janë pacientë të doktor Nazimit, sepse unë shpesh e tham kur një familje i beson një mjekut, shkojnë gjitha gjeneratat e ai, dhe pastaj edhe mjeku e ka mundësinë ta njohë, ta identifikoj edhe familjen, edhe problematiken, edhe anamnezën, edhe gjenetiken, edhe shkaktarët nga tradita dhe shprehit që bën ajo familje. Kështu që është shumë e rëndësishme që ta kemi në edukatën tonë, ta kemi mjekun tonë, megjithëse ne kemi ndërtuar ende në atë pikë, edhe pse po provojnë Ministria e Shëndetësisë që ta kemi mjekun familjar, ta kemi mjekun personal, edhe të na njohë komplet familjen tonë. Por të paktën specialistë e fushave tjera t'i kemi një dhe t'i besojmë atyre, sepse ai më letë ka ta identifikoj ndryshimin tonë prej vitit kaluar, problemin tonë prej vitit kaluar, ose prej para 6 muajve. Këto ja lehtësojmë vetës edhe shëndetit tonë shumë ma shumë kur mjekur i njëjtë na përcjell për një kohë shumë të gjatë. Kështu që ta bëjmë në shprehit tona, të bëjmë kontrollore rutinore, analiza rutinore, vizita, dhe ta kemi mjek tonë të cilët na përcjellin gradualisht dhe na shohin në historinë tonë, në kompjuterin e tyre, ndryshimet tona, si për të mirë, si për të keq. Ne do të shkojmë në diçka krejt tjetër, diçka që s'ka të bëjë ndoshta me shëndetin direkt, por me ata që kanë kontribuar shumë në shëndetësinë. Klinika Gjermane e Syve para pak ditëve ka shënuar 20 vjetorin e themelimit të komplet institucionit oftalmologjik që ata kanë ndërtuar. Për 20 vite ata përveç që kanë krijuar një histori, kanë qenë pjesë e shumë familjeve, duke qartësuar vizionin e shumë antarëve të atyre familjeve, duke qenë pasqyra më e mirë e shikimit të tyre. Në një storje shumë të shkurt, jemi munduar ta përmbledhim eventin modest që doktor Talat Gjinolli, doktor Afrim Shabani dhe doktor Valbon Ajazaj kanë organizuar para pak ditëve për krejt bashkëpunëtorët, mjekët, kolegët, pacientët, gjithë ata që bashkëpunuan dhe rrugtuan bashkë me klinikën gjermane. Kemi një material të shkurt dhe pastaj do të kthehemi në studio prapë.